إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Allahun e falenderojmë dhe njëkohësisht dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut. Pastaj përshëndetjet tona më të ngrohta, më të sinqerta janë për Muhammedin alayhis salam, familjen e tij të ndershme, shokët besnik dhe gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, kemi hyrë me një muaj në të cilën besohet se ka lindur i dashuri ynë, vula e pejgamberis Muhammedi alayhis salam. Andaj, ky i dërguar i Allahut pas Islamit paraqet dhuratën më të madhe që Allahu ja ka dhënë ummetit ton. Zatën vëllezër besimtar, pejgamberët, profetët janë njerëz me vlera të veçanta. Vetëm statusin që kanë se janë të zgjedhurit e Allahut për me bart mesazhin hyjnor i bën këta me kon shumë të veçantë. Mirë po, pasi që jemi në vigjile të muajit ku ne besojmë se ka lindur Muhammedi alayhis salam, gjithso i tër ummeti është i angazhuar me manifestime të ndryshme në përkujtim të këtij personaliteti, vulet pejgamberis, dohet këto manifestime na si besimtar mjashtu veç edhe një më shumë. Ajo është reflektimi, respektivisht meditimi se sa vlerë e madhe ka qenë dërgimi i tij dhe sa vlerë është për mu dhe për ju Muhammedi alayhis salam dhe mesazhi i tij. Sepse vëllezër besimtar, këto mësime që Muhammedi alayhis salam na i ka mësuar, e cilat janë mësime shpallja nga ana e Allahut, janë për neve udhëzim. Vëllezër besimtar, janë rrugë që ne e kërkojmë kënaqësinë e Allahut, respektivisht janë rrugë që pastaj kur ne arrim tek kënaqësia e Allahut, këto kanë për të na shpirë në xhennet. E tonë që atje jena mësy, tonë që atje po kemë qef me shku, por pajra ka mësimet e Muhammedit alayhis salam zbohet. Nuk bën, ti mundesh me bë vepra të ndryshme, edhe në forma të ndryshme, edhe me i qujt ibadete, po nuk pranohen, vetëm nëse është për hir të Allahut dhe në pajtueshmëri me sunetin e Muhammedit alayhis salam, e ti që tashti e ke qëllu. E kush të ka mësu ty që të vepra me boqysh dohet që më të pranu tek Allahu është Muhammedi alayhis salam. Andaj, Muhammedi alayhis salam, vëllezër besimtar, për neve do të me pas vlerë të madhe, do të me pas rëndësi të madhe, sepse e ka nxorr njerëzimin me mësimet e tina prej armiqësisë, prej përçarjeve, prej devijimit, prej adhurimit të kotës, do në drejt udhëzimit, dritës, vepra të pranuara tek Allah e tek kënaqësia e tij. Andaj, jo vëllezër besimtar, rastësisht është quajt Muhammedi alayhis salam mëshirë e dhuruar. Allahu don e ka dërguar Muhammedin alayhis salam me një mision shumë specifik, sikurse Allahu po në Kur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", dhe ty o Muhammed nuk të kem dërguar për diç tjetër përveç se si mëshirë për mbar njerëzimin. Andaj ardhja e tij do çfarë është? Shaj se Allah po dëm na mëshiru. A shaj se Allah po dëm të mirën për neve, mirë po neve na takon me një mësimin e Muhammedit alayhis salam, me një rrugën e tij, sunetin e Muhammedit alayhis salam dhe me kon Muhammedi alayhis salam një person shumë i çmuar për ty, shumë me vlerë. Nuk bën me kon kurkush do të thotë mbi Muhammedin alayhis salam. As baba, as nana, as evladi, as guja, as kush do koft, Muhammedi alayhis salam do të me qenë i pari. E tham se Muhammedi alayhis salam është dërguar me mision për mëshirë, për mbar njerëzimin. Mirë po këtë e ka potencuar dhe vetë Muhammedi alayhis salam. Me një situatë, do një person e sulmoi dhe i kërkoi Muhammedi alayhis salam, i kërkoi diçka për pasunisë, e kapi në formë keqe, e kapi për rrobe, e kapi të fyte, dhe u befasun sa çfarë agimi është kjo kështu, e pe thot pejgamberi son, jep në pe pasunis diçka
dhe pastaj tha, unë me të vërtet jam mëshirë e dhuruar. Është dhurat e mëshirës nga ana e Allahut, sepse Muhamedi a.s. nuk ngjason me lider tjerë, sepse nuk është politikan. Hajt kape dikon për fytje sot një kryetar komune, a një drejtor të institucionit, me njerë kemi post të lashë me gjykata. E Muhamedi a.s. e trajtoi këtë person me mëshirë, e trajtoi me atë çfarë ky ka ardhur, me misionin e mëshirës, mi afru njerëzit të vllaznit drejt besimit, mi afru njerëzit drejt Allahut dhe me mësu rrugën që do të më njeh për me adhuru Allahun. Andaj në këtë drejtim ai ka hije një dërgurit Zotit, një i cili simbolizon mëshirën me kon jashpër. Ai ka hije një njeri i cili simbol i mëshirës, i rahmetit, i butësisë, do të ai i cili do edhe i ka kalu me fëmijë, edhe i ka respektu plesht, edhe ka pas mirë kuptim për grau, për doptet, për varfnin, me kon jashpër. Jo vëllazën besimtar, e ti vëllau musliman. Në këtë ditë, do në këtë ditë ku këtë umeti musliman është i angazhuar me manifestime, e reflekto për vlerën e dërguarit tanë. Bonu krenar se çaj pejgamber që ti e pason dhe mësimet e tij na i ndjek, ty të mësojnë me kon njëri me vlera të larta. Ty të mësojnë me kon që njëri i cili dallon për pjesët tjetër të njerëzimit, dallon për atyre të cilët vetëm për një interes dynjas bën tashpër, dallon për atyre të cilët vëllezër besimtar për një interes dynjas çfarë do të mollit autoritetit pozitës, dallojnë e ti e pasues i atij që është dhurat për këtë njerëzimin, po kjo dhurat ndërtohet me mëshirën. E në këtë drejtim reflekton veten tonë. Qëre ti çyshi, ai i mëshirshëm ka arshi tjerëve, ai i mëshirshëm ti si bab me fëmijët e tu, ai i mëshirshëm ti si bashkëshort, ai i mëshirshëm ti si menaxher, ai i mëshirshëm me radhë kështu, qëre a ka hyrë në jetën tonë personale, profesionale mëshira. Ai trajton ata që nën ty me mëshirë, apo bosh arrogant dhe nuk e një shembull në pejgamberin tënd, nuk je sipas mësimeve të tij. Andaj në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, përmes të dërguarit ton, vulës së pejgamberisë, Allahu e dërgoi fenë e tij dhe e përsosë, u kompletua shpallja, u bart i tërë Islami përsosur dhe në këtë drejtim është mesazh i vlefshëm për këtë njerëzimin që ajetojnë pekus Muhamedi a.s. e deri në kiamet. Dhe kjo është si lloj rasti i veçantë ku një pejgamber ka marrë mesazhin për krejt njerëzimin, ndërsa në kohët e mëhershme ka pas pejgamber për një popull caktuar, mirë po ardha e Muhamedit a.s. ka qenë një mesazh i veçantë. Andaj në këtë drejtim sohet ti përmendim mirësitë e Allahut. Sohet flasim për begatit që Allah na i ka dhënë, ne e dimë vllazni se pe islamit mirë, pe besimit mirë është me kon falendrues ndaj Allahut. Nëse falenderoni, keni mjaftuar mirësi. Kështu Allahu thotë në Kur'an, mirë po, cila është mirësia më e parë? Është mirësia e besimit të vllazni. Dhe në këtë drejtim do të thonë elhamdulillah, o Allah që më ke bë pasues të Muhamedit alayhis salam. O Allah, ty të falenderoj sepse umetet e hershme nuk kanë me pos hisën e madhe në xhenet sikurse që e kemi ne. Andaj këtë drejtim, edhe kjo është një begati e madhe dhe boho krenar se ti i pasues i Muhamedit alayhis salam, por këto vlera që i ka bart Muhamedi alayhis salam, le të jenë pjesë e moralit tënd, le të jenë pjesë e trajtimit njerëzve, familjes dhe mësimit e tina dhe sunetin e tij fute në adhurimin tënd të Allahut, sepse kjo është ajo që ty të bën me qenë veprat e tua me qenë të pranuara tek Allahu. Andaj në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, kur na e trajtojmë kështu këtë dhurat, atëherë e kemi kuptuar mesazhin me të cilën ka ardhur Muhamedi alayhis salam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dhe ty nuk të kemi dërguar përveç se mëshirë për njerëzimin. Andaj bëhu i mëshirshëm vëllezër besimtar, bëhu ai i cili kimë qenë ka do të ecë, kimë reflektu butësinë, kime bo ai që me veprat e tua të ndërtuar e misionet e Muhamedit alayhis salam kemi me iftu njerëz drejt islamit, e jo sikurse o vllazni realiteti jo nuk është i mirë, nuk është i favorshëm. Një xhamatlindi det ma dha një këshill, tha hoxha shumë po kritikoni. O vllazën besimtar, na shta po duket se po kritikojmë, po gjendja nuk është përpeshë. Gjendja e umetit nuk është përpeshë. Do të vazhdimisht me këshillu, vazhdimisht me ftu dhe veprave të mira. Andaj, shikone, Evropa sot, sa musliman i ka? Sa musliman jeton në Evropë sot? A themi që në rreth 20 milion musliman?
e sikur ti kështu pas mësimet e Islamit që burojnë nga Muhamedi alayhis salam praktik, më të Evropa është musliman. Shumë më të këtë kontinent evropian është kon musliman, por musliman dështojnë me qenë në parimet që kërkohet për tyne. Çdo musliman, sikur të trajton të vetën e vetë dai, thirrës në rrugt të Allahut, ndryshe shkon situata sot në Evropë. Andaj këto mësime tona që i dhojmë, nuk do të më marr kadera e kritikës, por do të më marr kadera e këshillimit. Ne këshillojmë ndër vetë dhe kjo është ai mesazhi i hutbes. Andaj në këtë drejtim të ndërruar vëllezër besimtar, jetësimi i mësimeve të Muhamedit alayhis salam është ajo që kërkohet për neve dhe do të më kuptu se dhurata e Allahut për neve, pranës Muhamedit alayhis salam është dhuratë e mirë, po për neve kërkohet që këto mësime mi jetësu në jetën tonë në mënyrë që të bartëm këtë mision të Islamit. E kem përmend shpesh. Muhamedi alayhis salam ka një sahabie ka që më bo davet. Shembull konkret, modhin e ka që një men. Tek një popull e ka që një njeri. 20 milion në Evropë sot. Ku është hojë i tyne? Ku është ai efekti që përkërkohet për neve që ti me ftu në Islam edhe me vepra me fjalë, po jo me largu për Islamit. Andaj jetësimi i mësimeve të Muhamedit alayhis salam do të më konë morali i një besimtari. Me ka që vëdhe pjesë në partë të hutbes, nuk kërkoj falje të Allah, kërkoj falje sa të faqe më sirus. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man nabiyya ba'da. Të ndërrohet vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam për mësimet që na ka dhënë është se nderi nuk mohet me pasuri, as me pozit, as me prejardhje, por me devotshmëri. Devotshmëria është kriteri më i mirë që mohet një musliman. Pa marrë parasysh ti i kohët je, apo djali i kujna je, apo sa ki pasunin, jo tek Allahu, komo mod devotshmëria jote. E devotshmëria jote ndërtohet me çka? Me mësimet e Muhamedit alayhis salam. Na kemë mundësi me agjëru 40 në Ramazan, pas na ka kërkuar Allahu. Muhamedi alayhis salam në kanë muaj Ramazan, e kemë bosh me agjëru, edhe është 29 apo 30. E në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, për neve kërkohet bindje ndaj Allahut, bindje ndaj të dërguarit të tij, dhe kjo është dashuria më kualitative që dikush mund me pas. Tek ne vllazni është tradit kur ka net të dalluara fetare që sum hollve. Në rregull vllazni, nuk kem të lashëm me to, mirë po esenca e adhurimit është diçka më shumë se çikaç. Është diçka më kvalitative se çikaç, që jetën tonë ti më ndërtu me çto mësime që bërojnë prej sunetit të Muhamedit alayhis salam. Të ndëruar vëllezër besimtar, suneti është rruga që neve kërkohet me njek, dhe kjo e dëshmon sa ti e don Muhamedit alayhis salam. Sa ti don je ndjekës i mësimeve të tina, dhe kjo komu shpërbli për ty, dhe kemi qenë i dalluar me të vërtet tek Allahu dhe të dërguarit i tij. Andaj bindja jon ndaj Muhamedit alayhis salam kërkon ndjekjen e sunetit të tij. Pa marrë parasysh, ana ndodh ndonjëherë që me pas në keq kuptim, në fetar, me thonë, po mu më ka mësu gjysha që është, po mirë, po gjysha të bua se ka ditë që të punë. Sot më ja spjegua asaj dhe ja kesh ndryshuar mendimin. Andaj, ne fen e cesëm në peshorën e Kuranit dhe të sunetit, dhe këtë ndalemi. Andaj në këtë drejtim, shembullin që do të më njeh është shembulli i vetëm, ai është Muhamedi alayhis salam, gjërsa shembulli i tij Allahu e ka lartësuar në Kur'an. Para më vëllezër besimtar, thotë Allahu në Kur'an, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana. Ka qenë Muhamedi alayhis salam shembull i mirë. Shembull i mirë që do të më njeh, por kjo çfarë tregon një gjë tjetër, se ai vet ka jetë çështë. Muhamedi alayhis salam ka qenë shembull që vetë ka bërë jetën çështë. Ai asnjëherë nuk ka thonë bë diçka që vetë s'ka bë. Këto fjalë vëllezër besimtar që thuhet këtë kuptim bë çapo të mos bë çapo jo te Muhamedi alayhis salam zlen. Ton ka pak kena mundësi me dështu ndonjëherë, po Muhamedi alayhis salam nuk ka gjoni në asnjë situatë që ka dështu. Pse? Se shembulli që do të më ndjek. As hoxha bëva ki nuk është shembull i plot. Pse? Se në fundit është njeri. Apo më nuk urtësia Allahut që don e lën me dështu para njerëzve, por shembulli që do të më ndjek, shembulli për sosën është vetëm Muhamedi alayhis salam. Andaj këtë drejtim dëshmoje veten tonë,
për kacin tonë fetare. Dhe shembullin që njek, duke fal namaz, Muhamedi alayhis salam që na ka shtylla kryesore e imanit është namazi, duke agjeru, duke i trajtu moralet që Muhamedi alayhis salam na ka mësu dhe duke braktis me mëkatet e veprat e urryera për të cilat pejgamberi sa na ka ftu që mi braktis. Andaj mëshira e dhuruar që kjo është ajo mësimet që Muhamedi alayhis na ka pasur tutje dhe ne duhet të jemi që i fusim funksion jetën tonë, por vllazni u mësojmë edhe gjeneratës që vjen. Nuk është prej nesh ai që nuk e mëshiron të voglin dhe se respekton të vjetrin. Shehni vllazën besimtar, mësime të arta, vllazën besimtar perla janë këtu. Cëllën të merr, cëllën do këshill, e kjo të bën ty në peshorën e shariatit dhe të sunetit me të madh ku jeti për ballë të mësimeve. Sa i jetson këto mësime, edhe kime po ku qëndron ti me dashnin ndaj Muhamedit alayhis salam. Ku qëndron ti në shembulltyjen e ndjekjes së shembullit që është kërkuar prej teje. Andaj vllazën besimtar, t'ja kemi frikën e Allahut, të ndjekum mësimet e Muhamedit alayhis salam, të kemi respekt për to, edhe të çojmë vend mësimet e tij, sepse këto vllazën besimtar na garantojnë sukses në ditën e gjykimit, një ditë e llahtashme, një ditë vllazën besimtar që ton ka me pas gojë veç veten e vet. Para mendoni vllazni, ka në hadith që prindi ik pe vlodit. Jo thot vetja jam, lemrat, s'di veç vetja jam. E Muhamedi alayhis salam thon ummeti. Ku është ummeti jam? Çfarë është puna aty në e komandamentu të Muhamedit Allahu Muhamedi alayhis salam, e kjo e bën kaq madhështor shembullin e tij. Andaj qysh mos më dash të vllazni. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pse mos më nik shembullin e tij, se kjo ta mundson dënmjetësimin ditën e gjykimit. Andaj vllazën besimtar, rruga e shpëtimit dhe suksesit që na dëshirojmë këtë në ahiret është Muhamedi alayhis salam dhe mësimet e tij. Elusim Allahun vllazën besimtar, që Allahu na mëson me jetu me moralin e Muhamedit alayhis salam. Elusim Allahun që me bë veprat qysh na ka mësuar Muhamedi alayhis salam sipas sunetit të tij. Elusim Allahun vllazën besimtar që na me kon don ase promotore çtyne veprave, sepse kjo është rrugë që shpije tek kënaqësia e Allahut. Edhe në këtë drejtim e kemi një porosi shtesë dhe me këtë do përmbyllim. Është një salam, një amandet nga Muftiu i Kosovës për xhamatin tonë të dashur që në këtë ditë kur është duke bën një farë lufte e madhe mediale ndaj islamit dhe muslimanëve këto troje tona, me manifestu me maturi, si duket sikur është tendenca me nxit diçka të pakëndshme, gjasë vllazën besimtar, na nuk kemi nevojë mu frigu. Elhamdulillah, Islami në këtë toja është dominant dhe është fuqishëm i fortë, mirë po edhe nëse duhet me polemizu me kulturë pashare, se s'është edukata jona. Allah e ka ndaluar vllazën besimtar mja shofin tjerët, se lemo diçka tjetër, andaj në këtë edhe nëse ndodh me pas ndaj debat, le të jetë debati ndërtuar me mësimet islame. Debat i cili vllazën besimtar nuk bën ty mi shkel kufit e fesë tonë, edhe ai nëse të shon ti kallzo edukatën tonë, ç'është të bën ta vet. Ç'është të kallzon aty ç'është është i keq. Ç'është ajo çfarë po thirr është e gabuar, andaj këtë drejtim të ndërrojmë vllazën besimtar, të qëndrojmë bashkë edhe këtë sprovë e këtë fortunë ta menaxhojmë bashkë me lejen e Allahut, kemi për të qenë suksesshëm, sepse është e garantuar se suksesi i takon xhamatit. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقيموا الصلاة.